Zonja Blerta, mirë se erdhe dhe faleminderit që jeni me dëgjuesit e Universit Letrar dhe urime për romanin. Faleminderit për ftesën dhe mirë se ju gjeta. Çfarë ju shtyu ta shkruani këtë roman? Pasqyra e fundit. Romani Pasqyra e fundit për mua është krijem letrar i parë dhe në fakt mbi disa pyetje të botës time të brendshme lidhur me individin apo me vetën time, se kush jam unë në të vërtetë, kush është misioni im këtu, a jam unë histori e vetme, e imja, apo jam një histori e trashëguar, e një histori të papërfunduar të cilën si mision e vazhdoj, edhe mbi këto të them disa pyetje, unë bëra disa kërkimet mia, lexova libra, pash dokumentar, dhe fillova të ndërtoj, si me thënë, bindjet e mia, besimet e mia, ku mandej krejt kjo është përkthy në numerologjin time personale, të cilën mbi këtë numerologji unë ndërtova narrativën e librit Pasqyra e fundit. Cili ishte ai momenti që ju bëri të hyni kësaj fushe letërsisë, ta shkruani romanin mbi këtë temën e numerologjisë, por edhe të tjera që e përbëjnë? Po, me të thënë të drejtën, e kam thënë disa herë, unë nuk vije kësaj fushe, nuk jam e fushës së gjuhësisë, letërsisë, mirë po romani, ose me thënë zhandri romanit është i tillë që e mendova, sepse jo domosdo duhet jetë një libër, mundet me qenë edhe një film në të ardhmen, mirë po për ta treguar edhe për ta rrëfyer mirë, mendova që do të dilte një libër, një roman shumë i mirë që lexuesit mund ta përjetojnë, sepse e mira është që secili lexues mund të gjejë copëza të vetës brenda këtyre historive, sepse jam e bindur që secili prej nesh i ka këto pyetjet e brendshme të vetat, të cilat më shtyn mandej unë t'i vendos në letër, në këtë rast në formatin e një romanit. Kështu që këto ishin pak a shumë inspirimet e mia që mandej kjo numerologjia në një farë mënyre udhëtoi në kohë, në versionet e mia të kaluara, të cilat mandej i kam ndërthur këto histori, këto 3 personazhe gra, të cilat dy të parat janë thriller, si me thënë, zhandër fiktiv, imagjinat letrare e imja, për me u afru të pjesa e tretë e cila është e imja, është autobiografia ime, edhe jam mundu që komplet narrativën të ndërtoj të tillë që të afrohet ose të jetë sa më autentike me pjesën e tretë, mandej që udhton në kohë. Po, e përmendët numerologjin, të cilën e keni trajtuar brenda romanit Pasqyra e fundit. Çka nxorët ju nga kjo numerologji? Keni hyrë një bote shumë interesante dhe të veçantë. Po, tash unë në fakt e tregova, si me thonë, sekretin, ose me thonë çka më shtyu mu me ndërtu krejt këtë narrativ, sepse normalisht aty nuk përmendet pjesa numerologjisë, po çka unë në fakt mora, si përfundim prej numerologjisë, ishte pikrisht 2 dimenzionet, si me thënë, 2 personazhet e para që unë i ndërtova, ku verzioni im i kaluar ma dha, si me thonë, destinacionin në mes të Francës së Jugut dhe Italisë së Jugut, ku mandej unë me personazhin Alexia e fillova me trenin e Francës Provence të vitit 1906, domethënë se janë 2 shekuj këto përmenden, edhe mandej udhtova përmes historive, rrëfimeve, emigrimit, humbjes, dashurisë, guximit, suksesit, deri tek pjesa e tretë te kërkimi i vetvetes. Titulli Pasqyra e fundit, çka do të thotë kjo pasqyrë e fundit? Lexuesi kur merr edhe të lexon, ka me kuptu shumë sakt se çka në fakt tregon pasqyra në roman, nuk është vetëm një, si me thënë, simbol, mirë po
fton lexuesit me reflektu brenda pyetjeve të brendshme të tij. Pasqyra në këtë roman është, si me thënë, momenti kur personi mbet vetëm, domethënë individi, ballafaqohet me shumë pyetje të veta, edhe reflekton mbi historitë e tij, njëjtë siç unë kam udhëtuar me këtë roman. Kështu që kjo pak a shumë edhe në një farë mënyrë i fton vetë lexuesit që brenda këtyre 3 pasqyrimeve, 3 personazheve që unë i kam ndërthur, ata të pasqyrojnë në reflektimet e brendshme të tyre. Një botë shumë komplekse deri te realizimi i romanit, apo të sfida. Cila ishte sfida më e madhe? Me qenë se është edhe libri i parë letrar, se ju i takoni një fushë tjetër, fushës së arsimit, edhe fushës së shoqërisë. Vera, kam pas, me të thonë të drejtën, kam pas edhe sfida, mirë po sfida të mira, ta them kështu, me që përmendet edhe jo është përvoja e parë për mua, po te pjesa se nuk e përmenda Bostonin e neuroshkencës, është dashur me ndërlidh në narrativ, me vendos me të tillë që mandej me ka përcy, si më thënë, te pjesa e tretë e autobiografia ime, edhe aty ku Elena te eksperimenti edhe laboratori i neuroshkencës, aty kom pas disa sfida, sepse prapë është një fushë komplet tjetër, edhe terminologjia është mjekësore, kështu që është dashur, si me thënë, me hulumtu, me gjetë burime të tilla që me mujt me përshtat sa ma origjinale me dalë. Kështu që kjo pjesë ka qenë pak sfiduese, ta them të drejtën, po kanë qenë edhe disa sfida tjera gjatë shkrimit normalisht, po më kanë ndihmu, si bashkëpunëtor, familja në përgjithësi më kanë ndihmu, edhe kanë, si me thënë, kanë kalu edhe ja sot ku jemi me librin. Të flasim pak për personazhet. Personazhet tha që 2 janë imagjinare dhe personazhi i tretë real, që është pjesa e autobiografisë dhe që jeni jo. Çfarë janë ato personazhet imagjinare? Na fol pak më në detaje për to, çfarë paraqesin? Në fakt, këtu fillon me Aleksian e vitit 1906 me Provencën, edhe udhëtimin ose historinë e jetës së saj, deri te lufta e dytë botërore në Berlin, edhe mandej në Italinë e Jugut, edhe Elena, personazhi i dytë. Elena, Aleksia dhe Elena, domethënë. Aleksia dhe Elena, që është mandej pikërisht ai eksperimenti që përmenda laboratori i neuroshkencës, aty e gjejmë Elenën me disa, si me thënë, me atë guximin dhe forcën e saj për me guxu me afru shkencën ose me sfidu shkencën drejt misterit, diçka që është më e madhe se vetja. Edhe mandej këto, jo rastisht, edhe lexuesi do ta kuptoj si këto histori ndërlidhen ose kapën njëra me tjetrën tek pjesa e tretë, Trina në Ballkan. Po. Ju jeni vetvetja në kuptimin që është autobiografi. Po kjo pjesa e tretë, autobiografia, çka përmban, na thoni në pika të shkurtra? Po, kjo autobiografia është një pjesë ku fillon prej vendit tim të lindjes. Unë kam lindë në Preshevë, po jam rrit në Prishtinë. Është prej vitit 88, ka copsa shumë interesante që normal do t'i ndjejnë edhe ata që janë ndoshta edhe prej luginës Preshevës, po ndoshta edhe dikush që ka, si më thon, një ritëm të njëjtë të jetës time, po e veçanta është gjithashtu Prishtina viteve 90-ta, të cilën kam tregu jetën se si fëmijë, si adoleshente, për jetimet tona të asaj kohe, trendet të asaj kohe, muzika asaj kohe, serialet, por edhe lufta e Kosovës. Domethënë, është edhe përjetimi i luftës dytë botërore, po mendoj të Kosovës, po jo rastisht mandej ndërlidhet prej luftës dytë botërore te lufta e Kosovës. Domethënë, këtu ka një farë, si më thon, kodi që vetë lexuesi ka me kuptu pse këto dyja janë përmend ose janë ndërthur në këto histori në libër. Kështu që ka pak a shumë kjo është pjesa e tretë, domethënë krejt vëmendja është këtu.
Ju I takoni një fushë tjetër, si që përmendëm fushën e arsimit, dhe si po ndjeni vetën tani që keni hyrë në këtë botën letrare? Unë po ndjem shumë mirë, është se shumë më është bë pyetje se si e gjetët, si me thonë... A ju ka ndihmuar fusha e arsimit në ndërtimin e romanit? Po, patjetër që më ka ndihmuar. Unë e kam thënë edhe më herët që për shembull për të shkruar kam pas gjithmonë prirje. Mirë, po normal në format romanit se kisha menduar ndonjëherë, po më ka ndihmuar natyrisht që po dhe pak si me thënë jeta si jam rritur, familja, dy prindrit vim prej fushës njeri prej gjusisë, tjetri prej letërsisë, që jam rrit me një frymë. Paske qenë rrethuar vazhdimisht me libra. Shumë e vërtet që jam rrit me një frymë të tillë, edhe normalisht mandej po mendoj që ka qenë pak ma e lehtë ndoshta me shkru, me kriju si krijimi jam I parë që është. Të gjithë autorët, ndoshta në mënyrë indirekte, ndikohen nga autorë të tjerë. Ju, nga kush mendoni se jeni ndikuar? Po, në fakt, në stilin e të shkruarit, unë kam lexuar shumë, posaçërisht në adoleshencë. Domethënë kam kaluar pushimet që kemi pas verore, këto pushimet e shkollës, kam kaluar ditë net që kam lexuar shumë romane, edhe natyrisht që nuk I kisha përmend një, po janë disa, është nështa Isabella Allende, një shkrimtare që unë e du shumë, mandej është Elif Shafak, edhe ajo më pëlqen shumë. Ka dhe shumë autorë të tjerë, mandej pak stili ose frymëzimi ka qenë edhe me Alkimistin, domethënë që udhimi I brendshëm me individit që ka qenë një farë mënyre edhe ajo një lloj frymëzimi. Mirë po, ndërtimin e narrativës, domethënë krejt këto që kam ndërtu, mund të them ma shumë ndoshta këto dokumentarët, kjo kureshtja ime brendshme, filozofët, shkencëtarë të ndryshëm, po dhe spiritual. Domethënë, ka këtu një laramani në të cilën mandej është dashur me I gjetë, si me thonë, atë logjikën e numrave, bindjet e mia, që mandej e kam kërku që numerologji, edhe mandej kjo është përkthy në krejt këtë narrativ që e kam ndërtu. Kështu që po, natyrisht krejt këto më kanë shërby për me e sjell një produkt, si me thonë, një krijem letrar timin. Sa mendon që është e rëndësishme numerologjia tek çdo individ? Me qenë se I keni hyrë kësaj bote dhe këtyre hulumtimeve. Me të thonë të drejtën, unë tashtu jam bindjet mia, sepse asgjë sot nuk është definitive. Asgjë tash nuk është që unë kam kërku teori ose teori shkencore, domethënë të vërtetuara shkencëtarisht. Mirë po është ndoshta, domethënë ndoshta bindjet e mia tash udhtojnë që numrat janë, si me thënë, një harmonizim I vetë universit. Edhe asgjë nuk është e rastësishme. Mendoj që çdo kush bart një kod, edhe është një arsye pse jemi këtu. Duke filluar nga data e lindjes ton edhe numrave tjerë që na përcjellin gjatë jetës. Kështu që këto janë, si me thënë, bindjet e mia, po prap jam kështu korrekte, nuk janë që janë të vërtetuara shkencëtarisht, mirë po unë mendoj që... pra e keni bindjen e juaj që nuk hiqet ndoshta. Mendoj që po. Numrat mund të them që janë gjithçka. Çdo gjë është I përkthyer në numër. A mendoni që keni sjell njërisin letërsi me këtë temë? Mendoj që po. Të them të drejtën, nuk më ka rastësis me pa ndonjë roman po flas shqiptar, sepse ndoshta kemi Alkimistin, janë disa, si me thënë, të tjerë, po në ende s'kam në letërsinë shqipe? Në letërsinë shqipe nuk kam parë, ndoshta edhe nuk kam hasë, ndoshta edhe ka të tillë, po mendoj që e veçanta është sepse një mend kam ndërthur histori që secili lexues ka me, si me thënë, ka me udhtu në botën, edhe ka me gjetë sobzat vetës, brenda këtyre 3 personazheve që I kam ndërthur, kështu që po besoj që po. Sa kohë keni harxuar ose shpenzuar për ta shkruar këtë roman?
Këtë E roman... bëj pyetjen po, sepse libri juaj i parë është roman dhe me një temë shumë të veçantë. krejt po çuditën kur po tregoj që dikon mbi një vit, do me thonë, nështë ajo një vit i gjysëm, aty, po ka qenë një dinamik kështu pandal, do me thonë, kam kalu ditë dhe net që kam shkru, po thuj si çdo ditë. Libri është shumë personali ime, do me thonë, kështu që ka qenë një arsye pse nuk si me thonë, më ka shty ose nuk më ka lënë me më kalu dita pa shkru. Kështu që kjo ka qenë një dinamik kohore, ta thëmë. Me librin e parë keni ardhur me roman, po poezi, e don poezin, mendon të shkruash ndonjëherë poezi, apo jale rastësisë? Me të thonë të drejtën, Frymëzimit. po, me të thonë të drejtën më pëlqejnë edhe poezit, po nuk është natyra ime. Unë jam personi në romaneve, kështu e cilësoj vetëm, kështu që edhe nëse në të ardhmen vi me një libër të dytë, do t'jetë prap roman, kështu që këtu në fakt e kam gjetë vetën, kështu që po besoj që rrugtoj prap me një krem letrar me roman, libër të dytë, nëse veç po besoj që janë planet. Janë planet për romanin e Janë planet. Këto në fakt e kam lënë, si me thënë, në bazë të feedbackave të lexuesve, ku deri tash, domethënë, në kam dalë në fund të majit me promovim, dikun i kam afër 12 lexues që kanë shkruar mu personalisht, edhe mandej kjo më ka bo, si me thonë, më ka binë që duhet të vazhdoj me shkru, po. Motivim i jashtëzakonshëm. Patjetër që po. A mendoni ta përktheni në gjuhën angleze, për shembull, meqense është tema shumë interesante? Po, planet janë. Mirë po, me të thonë të drejtën, e kam lënë disa muaj në për, si me thonë, rajonin, Shqipfolës, isha në Preshev, po planifikoj të shkoj edhe në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, në Shtadën Malin e Zi, do më thonë, ta bëj këtë, ta lë pak, si me thonë, të merë frym kjo, edhe mandej po, në gjuhën angleze me patjetër që po. Blerta, diçka për fund të bisedës se minutat ikën shumë shpejt, ndonjë porosi për ata që na dëgjojnë dhe që na shikojnë? Së pari, faleminderit shumë, ishte kënaqësi edhe që po jepni mundësi, domethënë, ju si media. Tjetra, është e vërtet që është krijimtaria ime e parë letrare, mirë po, si roman, mendoj që ka mjaft potencial edhe mjaft histori që se cili lexues që merr këtë libër ka me udhëtu në kohë brenda këtyre 3 personazheve në vetë botën e tyre të mbrëmshme, kështu që ftoj lexuesit ta marrin pasqyrën e fundit edhe të përjetojnë këto pasqyrime të librit, personazheve që unë i kam ndërthur. Blerta, të falenderoj shumë dhe të uroj shumë sukses edhe në të ardhmen. Shumë faleminderit, edhe po, besoj shihemi prapë. Shpresoj që të shihemi sërish me librin e radhës, me romanin tjetër. Shpresoj edhe unë. Sigurisht do t'jetë tema shumë interesante dhe e romanit të radhës. Shumë faleminderit. Veç suksese.